Është finalizuar me sukses ekstradimi nga Kroacia drejt Shqipërisë një 51 vjeçari i lindur në qytetin e Lezhës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprimtari kriminale në fushën e lëndëve narkotike. Interpol Tirana, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet kroate, ka bërë të mundur ekstradimin e shtetasit Agustin Leshi, 51 vjeç, ndaj të cilit gjykata e Lezhës kishte caktuar masën e sigurisë në vitin 2023 arrest me burg për veprën penale prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike. Nga hetimet rezulton se Leshi dyshohet të ketë qenë i përfshirë në një rast të transportimit të një sasie të lëndëve narkotike kanabisativa me qëllim shitjen, ngjarje ndodhur në vitin 2023 dhe goditur nga policia pranë mbikalimit të rrëshenit. Autoritetet shqiptare gjithashtu vijojnë bashkëpunimin me partnerë të ndryshëm ndërkombëtar për identifikimin, kapjen dhe sjelljen para drejtësisë të gjithë shtetasve të dënuar apo të përfshirë në veprimtari të ndryshme kriminale.